Të nderuar qytetar, rilindja demokratike kombëtare në kontinuitet ka theksuar se ky pushtet është një nga pushtetet më kriminale që njeh historiku i këtij shteti. Ky konstatim shumë më i hershëm i RDK-s u konfirmua edhe një herë në preskonferencën e jashtëzakonshme të liderit të opozitës maqedonase. Fakti se ky pushtet ka përgjuar në mënyrë tërësisht antiligjore dhe kriminale më shumë se 20.000 qytetarë të këtij vendi është argument më i fuqishëm i kësaj çmendurie të paparë në historinë botërore. Duke patur parasysh se jo të gjithë qytetarët e këtij vendi kanë telefonata dhe se një numër i madh janë nën moshën madhore, si dhe mbi 500.000 vete që gjenden jashtë vendit, atëherë në sipërfaqe del një përqindje frapante për mbi 10% e tërë popullatës së shtetit që janë përgjuar, që nënkupton një çmenduri të llojit të vetë që vetëm ky pushtet mund ta bëjë. Përderisa u hap kutia e Pandorës, RDK insiston se tani më kthim prapa nuk ka. Ka ardhur koha të pastrohet i gjithë historiku i të gjithë figurave publike për këto 24 vite të pluralizmit në vend. Vetëm me publikimin e së vërtetës do të mund një herë për gjithmonë të pastrohet e kaluara e secilit pushtetar me përgjegjësi konkrete dhe të rihapet procesi i rimëkëmbjes së demokracisë, lirive dhe të drejtave civile dhe të rikthehet besimi në institucionet e vendit. Kjo situatë apokaliptike edhe njëherë konfirmon qëndrimin konsistent të RDK-s, që në ditët e para të plasimit në opinion të këtyre bombave, se duhet patjetër të formohet një gjykatë speciale si në rastin e Republikës së Kosovës, në mbikëqyrje permanente të përfaqësuesve kompetent të Unionit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Gjykatë kjo, që do të ndëshkon penalisht urdhërdhënësit dhe ekzekutuesit e kësaj masakre informative që paraqet goditje të rënda e demokracisë dhe lirive dhe të drejtave të njeriut. RDK pret nga përfaqësuesit e opozitës maqedonase që tashmë kur hapën kutinë e Pandorës për shkelësit e ligjit dhe kushtetutës, të vazhdojnë të bëjnë publike skandalet e mëdha të korrupsionit institucional të lidhur me tendera qindra miliona euro. Të bëjnë publike informacionin për krimin në Brodec, në Smilkovc, për likvidimin e Harun Aliut dhe shumë krimit të tjera, duke finalizuar me vjedhjen e madhe elektorale që koalicioni VMRO-BDI e ka ekzekutuar në shumë cikle zgjedhore. RDK nuk është e befasuar me faktin se lideri i parë i saj, Rufi Osmani, është përgjuar nga pushteti aktual, sepse Rufi Osmani është përgjuar që nga viti 1981 deri më sot, dhe përgjimin ndaj tij dhe familjes së tij nuk ka përfunduar as në kohën kur ishte në burgun e Indrizovës në vitet 97-99. Publikuesi i informacionit në këtë rast ka obligim moral të informon publikun e gjerë se me urdhrin e kujt është përgjuar Rufi Osmani, duke pasur parasysh faktin se dalja e RDK-s në skenën politike ishte kërcënim real politik për BDI dhe PDSH-n. RDK pret që publikuesit e këtyre informatave të kenë qasje objektive dhe të mos amnistojnë në asnjë mënyrë fajtorët për këto krime që janë pjesë e BDI-s dhe PDSH-s, disa dalit të dëshmuar të VMRO-DPM-s që nga viti 2010 e deri më sot, sepse dekriminalizimi i skenës politike duhet të jetë i plot dhe pa përjashtime.